Në takimin e sotëm, presidentja pra kërkoj nga ne që të sqarojmë a e kemi shumicën parlamentare për qeveri, dikush nga ne nëse e ka, dhe njëkohësisht kërkoj nga ne edhe mundësinë që të gjenden zgjidhje të ndërkohshme për çështjen e buxhetit, si dhe çështjen e marrëveshjes për fondin për zhvillim pra nga BE. Në realitetin e tashëm çfarë e kemi në vend, besoj që po ndodh ajo që tashmë veç jemi gati për të, pra po ndodhin zgjedhjet parlamentare, edhe pse deputeti që në emër të shumicës dështoi në seancën paraprake kërkoi edhe disa ditë që nuk ishte shumë serioze kjo kërkesë. Megjithatë presidentja ka deri me 5 nëntor pra afat kushtetues 10 ditë nga dita e fundit që ka ndodhur votimi në parlament, pra besoj që me 5 nëntor do ta marrin edhe lajmin që do të shpërbëhet parlamenti, pastaj caktimi i datës zgjedhjeve që do të ishte në interes të Kosovës që data e zgjedhjeve të caktohet në afatin më të shpejt kohor, pra në 30 ditë, nëse flasim 5 nëntor, data 7 dhjetor, pra do të ishte opcion me ja kursy Kosovës edhe një javë, mos me shku në 45 ditë. Ne përkundër faktit se këto zgjedhje na vijnë shumë shpejt, edhe si përgatitje dhe kuptojmë se edhe KCZ është e ngarkuar, prapë mendojmë se duhet jemi pra të vëdijshëm se nëse ja fitojmë një javë kohë Kosovës tani, ajo një javë kohë na gjendet në etapat e ardhshme sa i përket zhvillimeve rreth buxhetit, për shkak se mund me nxon kohë qeveria ardhshme, mund me nxon kohë aprovimin e buxhetit edhe funksionimin e qëndrueshëm institucional edhe ekonomik të vendit. Pra, qëndrimi i aleancës ishte jehimi që ne nuk dëshirojmë i hub kohë vendit, pra në fatin më të parë kushtetues të veprohet të mbahen zgjedhjet parlamentare.